çfarë frutash, çfarë perimesh dhe çfarë zarzavatesh ose sa mund të blesh me 1000 lek në kryeqytet. Javën e kaluar në Ilir Vlog patëm një eksperiencë për sa i përket se çfarë mund blej një pensionist shqiptar me 96 euro ose me 9600 lek që përkon edhe me pensionin mujor që është në Shqipëri, pra pensionin minimal. Kësaj radhe do të shkojmë në një nga tregjet kryesore të kryeqytetit të Tiranës, pra, për të parë se çfarë mund të blej, çfarë frutash, perimesh apo zarzavatesh mund të blej me 1/10 e pensionit një pensionist shqiptar. Ja ku kemi ardhur edhe tek një nga tregjet më të njohura të kryeqytetit, pra tregu më i vjetër në Tiranë, Pazari i Ri quhet në fakt, dhe sot do të provojmë se çfarë mund të blej një pensionist me 1000 lek. Pra çfarë perimesh, çfarë frutash dhe çfarë zarzavatesh mund të blej me 10% të pensionit mujor që ai ka. Pra gjithmonë pensionin minimal në Shqipëri. Ja ku jemi edhe tek perimet edhe te fruta perimet, pra dhe do të shohim se çfarë do blejmë me 10.000 lek. Do na ndihmosh pak me një qese? Po, zotri. Unë kam vetëm 1000 lek buxhet. Po. Çfarë mund blej? Gjërat kryesore çfarë më duhen? Mund blej shumë gjëra. Shumë gjëra me 1000 lek? Me 1000 lek të reja, po fjalë. Po, me 10.000 lek vjetra. Me 10.000 lek vjetra, besoj se do blesh disa gjëra. Domethënë mund të marr 2 kg domate, 1 kg sa mund të marr? Po 2 kg domate, 2 kg speca, 1 kg kastraveca, parligjona, edhe ka kredit akoma. I pas ke i qik vra me domatet? Më thonë drejten këta që ka rashi, ka qa shiu, por rëndësi ka që janë domatet mira. Nga cila zonë janë? Këto domatë unë i marrë në Labinot të Elbasanit. Në Labinot. Labinoti është kur kalo pak Elbasanin, pa hynë në Librazh, da? Shiko që është, ja, duket, përdra, që si japë. Edhe zemra domatës është kuqe. Mos kanë hormone? Super domate, kjo po t'ishtë ashtu do ishte jeshile mrena. Po pse i ke lëmë më të mira ta ndej? Jo më gjithë, s'kisha ko as t'i rregulloja. Njësoja në këto si të zbrazën gjesë. Shpër këto më të voglat janë pak ma shpo se nuk i ka qa shiju këtë. Ja, e këtu. Besoj se janë boj 1 kile. 1 kile pak e boj. Ja i peshojmë një. 1 kile kusur, madhe. 1 kile 100 gram. Okej. 1 kile. Mirë dhe një qese tjetër të marrë tranguj. Dra. Në 150 lek kushtojnë trangujt për kilogram. Do mundohem që të kem 1 kilogram. Zakonisht unë dorën e kam kështu peshore, po të domatet u zgënjeva se ishin 1 kilogram e 100 gram. Ose po bëjmë më mirë 2 kile tranguj. I shojmë pak të lutem, janë 2 kilogram apo jo? Aty hapër. Edhe një fije bon 2 kilogram. Ma edhe një të vogël. Gjodhe të vogël shumë të fune. 2 kg. Okej, do m'japësh dhe një qese, duhet marrë pak rrush. Kjo është dra. Kjo është sheshveni, i bardhë dhe i zi, është 120 lek kilogrami. Po? Nërsa këtu është 200 lek, taj. Po ky tjetri? Edhe është pa fara, këtu 200 lek. Okej, marrim nga ky pa fara, se zakonisht të moshuarit kanë probleme me dhëmbët. Okej.
Tu ka pak më shumë se 1 kile. Mund të jem do dhe pak për të bërë 1 kile. Vërtet? E shohim. Do dhe pak. Shiko, po s'du ta kaloj se s'kam shumë lek, ë? Thash që 1000 lek kam për të shpenzu. 1 kile. Tani ke 1 kile. Okej, sa lek kemi deri tani? 2, 3, Kemi 300, 580. 580. Kemi dhe 420. Një qesë të marrim speca? Po. Okej, atëherë marrim pak speca, pak patollxhan që t'i bëjmë në Bëni mix të dyja bashkë. 80 lek kilogrami i specit. Që i ka pak e vështirë me i zgjedh. Besoj se edhe këtu kemi 200 lek, pra. Po një sekund, po. Tu ke edhe një spec 1000 lek të dyja bashkë. Ah, 100 lek, okej. 100 lek të dyja bashkë. Shkuam 680, ë? 80. Okej. Qa mund të marrim tjetër? Patate. Sa është kilogrami patates? Patatet janë 80 lek. Po qepa? Ndërsa qepa 60 lek. 60 lek kile, okej. Po patatet nga janë? Po patatet për momentin janë nga Korça dhe ca ditë pastaj vazhdojnë të kuksit. Po pse mo keni dhe të kuksit, edhe të blevës, Korça i ka më të mira? Për momentin pastaj vjen kuksa, është më e mira e patateve, po. Kjo është patatja re, Ase re, ase vjetë, Ajt. si kush tani për momentin. nuk që e ka patatja re. Është e mirë sepse është e verdhë dhe kuqet mirë. 1 kilogram besoj se janë. 1 kile gjysmë duket. Okej, i bie 120 lek? Okej. Marrim dhe 1 kile qep. Qepa ishte 60 lek, ë? 60 lek 1 kilogram, po. E di si shkon qepa në sallat? Dhe një kokël qep, dhe 1 kilogram. Tek të së, Okej, ma e bukur. okej. Deri tani jemi 860 lek. Kemi dhe 120 lek. Banane kemi? Ja, sot kanë barë. Okej, marrim sheg atër? Apo hurma? Ti bësh pak mix. Atër marrim pak hurma. Jam me farë zeza, ë? Po, mund të qëlloj në një dhe pa farë, apo në përgjithësi Po, me fare. po qëlloj në një pa farë, duhet tjetë dikush tjetër nga mrapa që të të gjuje. Okej, kemi dhe 120 lek the, ha? Atëherë, besoj se këtu ke një... Nuk ke 70 lek. Kjo këtu është e mirë. 70, ngelen dhe 70 lek. Pra unë të këtë supë. Një sheg, e kemi 70 lek, apo? Ja, jo, aty nga 70 lek që mund të shkoj edhe mund të kaloj pak. Tu. Mund të kaloj pak. Kjo është më e vogël. Ja është më e madhe, po është më joshë, është pak më e lirë se sa ajo tjetra që keni. Ah, që ka 130 lek ajo. Okej, marrim atë. Po kjo, më fal. Marrim këtë se që ka shumë e kuqe. Okej. 150 lek. Po. Kjo bëj 60 lek. Dhe më thënë, 990 lek. 90. Okej, le maq atëherë. Okej. Ja vendosim dhe një shek tjetër. Edhe e bëjmë një mi fix. I vendos gjitha me i qeset madhe. Po, vendosit gjitha në një qeset madhe.
Besoj se nuk shkon shumë shtret, 1000 lekë real. Jo, nuk shumë shtrejt, po sa mund shty me këto? Po këto? 2 ditë, 3 ditë? Ja 3 ditë besoj se kalon. 3 ditë. Po. Faleminderit, punë të mbarë. Faleminderit juve, përpafsh. Ky është edhe shpenzimi që bëra sot për një familje pensionistësh. Janë 1000 lekë në total, pra kam bler pak nga të gjitha. Dhe nuk e di nëse mjaftojnë për një javë apo jo, apo mund mjaftojnë për 3 ditë apo për 4 ditë. Por gjithsesi, këto janë kushtet ekonomike në Shqipëri, këto janë pensionet dhe shpresojmë që të kemi rritje të herpashershme dhe jo rritje qesharake. 97.000 lekë. 97.000 lekë. Si ja del? Si ja dal? Ja pra të punu. Edhe punon. Me çfarë të bëj? Me çfarë të bëj me 97.000 lekë? Me 97.000 lekë, pra 9.700 lekë ose 9.700 96-97 euro. Po. Si e menaxhon? Për çfarë i përdor? 100.000 lekë duhen veç me marr ilaçet. 100.000 lekë vetëm ilaçe. Kështu që llogari tjerë, ujë, drita, bukë, jetesa, ku janë? Po s'punove. Përveç s'bëhet fjalë fare. Nuk bëhet fjalë fare. Fare. Po çmimet janë rritur? Çmimet rrit. Ngrej nga 2.000 lekë pension, ngrehet 500 çmimi. Sa është ngrit pensioni? 2.000 lekë, 2.500 lekë 200 vjetër. 200 lekë, po 250 lekë vjetër. Çfarë blej me 250 lekë? Po si gjoja. Unë bleva me 1.000 lekë, me 10.000 lekë. Po me vjetra, 10.000 lekë. Bleva ndoshta 2 qese pak nga të gjitha. Po. Dhe nuk e di për sa do më dalin, për 2 apo për 3 ditë. Me atë një qumsht e një bukë blen. Asë blen ta qumsht dhe një bukë. një qumsht edhe një bukë blen me 2.500. Një ditë, jo një muj. Keni ndim tjetër ekonomike? Jo fare. Pasi lloj gjë, fare. Dhe sa vite ke punuar që të ka dalë pensionin? Kam punu plot vite, por më kanë humbë vitet. Kanë humbë 10 vite gjysmë. Për shkak të tranzicionit në vitet 90. Fiks fare, po. Nuk t'janë llogaritur dhe të ka dalë ky pensioni i ulët. Po. Në gjyq, në gjyqis po bën asnjë gjë, kështu që Është e vështirë të jetosh në Shqipëri. shumë. Falenderoj dhe nuk di çfarë të them, s'kam fjalë. Si gjë. Zoti trujt dhe Pa ty që e ta t'jetë bëj. gjatë. Edhe ju. Faleminderit, Zoti ju mirëpafshim. ruaj.